Do të vazhdojmë të kontaktojmë secili deputet i cili nuk e ka humbur arsyen për shkak të presionit nga partitë. Fakti se diçka e tillë, edhe pse jo ligjore bëhet temë, është ngritje e standardit në qeverisjes që është rezultat direkt i lëvizjes dhe vendosjes. Jemi në pritje të vendimit të gjykatës kushtetuese që të sqarohet çështja e votimit të fshehtë. Ne jemi në diskutim me nismën socialdemokrate për gjitha temat. Do të vazhdojmë të ndëgjojmë kërkesat dhe mendimet e tyre, e pastaj ato të diskutojmë në forumet tona vendimarrëse të partisë dhe të grupit parlamentar, dhe se këtë kontakt jemi duke e bërë vazhdimisht, dhe jo vetëm me zotin Limaj, ne do të vazhdojmë të kontaktojmë secili deputet i cili nuk e ka humbur arsyen për shkak të presionit nga partitë e tyre relevante, dhe dalim nga kjo krisa më shpejt. Përgjegjësia e plot e konstituimit të kryesisë së kuvendit bie si barë mbi gjithë deputetët e kuvendit të Kosovës. Pa marrë parasysh përqindjen, kur të flasim për konflikt të interesi, kur po flasim për privilegje, kur po flasim për shfrytëzimin e pozitës së pushtetit me qëllim të arritjes së ndonjë përfitimit të caktuar. Për shembull, mendoj që kemi në Kosovë institucione tashmë të konsoliduara që japin mendim ose ndonjë vendim lidhur me këto çështje. Prandaj, krejt çka mund të them është ndoshta duhet t'i drejtohemi shumë mirë që po bëhen tema. Konsideroj që fakti se diçka e tillë, edhe pse jo ligjore bëhet temë, është ngritje e standardit në qeverisjes që është rezultat direkt i lëvizjes dhe vendosjes dhe kulturës së saj politike. Se sikurse të ktheheshim në retrospektiv në të kaluarën dhe vetëm shembujt më banal kishim marrë parasysh se çfarë raste abuzive kemi pasur nga zyrtarët e PDK-s, LDK-s dhe AK-s sa ishin në qeverisje, konsiderojmë që në njëjtin vend kemi të bëjmë me dy botra të ndryshme. Si lëvizjeve të vendosjes përpos zhgënjimit me këtë përveç parregullsi, por edhe mungesën e seriozitetit nga deputetët të kuvendit të Kosovës dhe agjendat e tyre të ulta të përditshme politike, jemi në pritje të vendimit të gjykatës kushtetuese që të sqarohet çështja e votimit të fshehtë dhe po ashtu jemi në pritje të vendimit tjetër aktgjykimit të gjykatës kushtetuese që kanë të bënë me manipulimin e votave nga diaspora nga Lidhja Demokratike e Kosovës.